cilit ai libanezi ja kishte bler 12 milionë euro, po ishte një personazh tjetër që sot e kësaj dite vazhdon të jetë i pandehur. Vetëm një gjë false, vetëm një gjë reale aty. Edhe pse më fal. Vetëm një gjë reale, dikush ishte aty, shkopit e bejsbollit. Vetëm ato ishin origjinal. Edhe pse libanezi fillovi të kundërshtojë dhe fillovi të hyjë disa herë te zyra e kryeministrit asaj kohe. Rama filluan pasaj që edhe asaj kohe filluan që më pas të hyjnë pikërisht ligji numër 1 në fuqi që kanë shqiptarët, shkopat e bejsbollit dhe kërcitja e ujëve mund në autostradë. Dhe pasi thyen duar edhe këmbë aty, brenda ditës ai nuk ka ndendur as 24 orë në spital, e diti? Sim? Ai libanezi porositi avionin charter privat dhe më pas u largua në shtëpinë e vet, ndërkohë që investimin që do ta bënte këtu në Shqipëri, më pas shkoi dhe e bëri në Malinezi. Pra ky ishte rasti i parë dhe i fundit i kësaj qeverisje që solli një investitor strategjik të huaj, pastaj erdhën këta investitorët të Arubas si prek njëri. Shikom, ligji për investimet strategjike të huaja është nuk është i keq. Andaj sillin lekët. Pastaj kur vinë që ushqitësit do vinë arabët, do vinë këta, do vinë brendet më të mira, në fakt, pastaj kur erdhën këta, atëherë nuk kuptuan shqiptarët që në fakt nuk kemi të bëjmë me investime të huaja, por kemi të bëjmë me investime shqiptarët, të cilat i sjellin nga jashtë përmes trafikut drogës dhe aktivitetet paligjit. Aner Bala, këtë në emisionin e kaluar që ke përmend disa herë, 83 mandate. Vetëm për një vit janë konvertuar e kthyer nga euro në lek 12 miliard euro. 1.4 milion votues janë, 300.000 në administratë, 200-300.000 fanatik kanë ngel akoma që derisa të japin shpirt me partinë e vetë të Ramës janë, me 12 miliard euro, qëfar t'ju bësh këtyre? Se dine se janë 12 miliard euro përdoren të gjitha për fushat. Ti kanë falë 11, një. Ti kanë falë 11. Po një, për se dim tani, nuk e di, nuk e bëj do të këshu, analizën... Fol me tani për të pjesë. Po, thot tani, sa lek mund t'jem përdorë ata bëj pyte tani, nëse tani ma e pëtyve, nga 12 miliard, sa lek janë përdorë për të blerë vota? Ose për të manipuluar në Ekuador, për të mas 20 vitesh që qeverisja e Majta, në Shqipëri e bënte shumë pak, po të çështë e vendit dur. Për shembull, Eltoni thotë shumë konkret. Te eksengjeve. Te çëja që thyesh shpejt. Unë po them, shiko kursin e euros para zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve. Si ka mundësi, madje në një palë zgjedhje ra kursi dollarit, siç pagu me dollar, se kokaina shitet me dollar blihet me dollar në Ekuador. Kokaina dhe nafta në dollar. Me dollar. Problemi i madh është të gjitha këto ja veshim Ramës. Nga dim që janë lekë të Ramës. E di cili është problemi? Se një sekundë. Nga dim që janë lekë të Ramës? Po, nga e di që blihet vetëm për Ramës. Kush i jep lejet? Berisha jep lejet ndërtimi? Nuk e di kush i jep lejetën. Si nuk e di? Berisha le marrin të gjithë me sa diu. Kush i jep lejet? Le marrin të gjithë. A këto me sa diu? Kush i jep lejet? Kush i jep lejet? Kush i jep lejet? Kemi ja dy veta. Lejet kush i jep? Rama. Kush? Rama. Po le marrin të gjithë. Lejet kush i jep? Rama. Kemi ata vëllezërit atje të pandehur në të çështën. Nëse s'më ndërtu serioz në ato na ndihmoni për ne. Do të jemi shok me ata. Rama ka fituar gjithmonë. Që ne as i kemi takuar, as i kemi parë në njëra se harroni t'ju kujtoj. Rama ka fituar gjithmonë. Përveç 2025-s. Pra, po të kujtoj 2013 ka pas 65 mandate, 16 LSI-a ka qenë mos gaboj Froku dhe Doshi, dy parti koalicion. Deri kur ishin në opozitë. Prit më, jo kur ishin në opozitë, në 2013 morën zgjedhjet ato. Po ishin në opozitë dhe fitoi zgjedhjet nga opozita. Mose 2017 74 mandate, 2021 74 mandate. 83. Prit tani një sekondë, se kanë 13 vjet që po themi kanë vjedhur, i kanë bler. Tani kështu ka qenë. Edhe kështu duhet të vazhdojmë thotë. Ju lutem. Jo. Kështu ka qenë, kështu duhet të vazhdojmë. Ka një trajektore kjo gjëja dhe unë besoj që në 2025, nëse ka ndryshuar, nuk janë për këto miliardë, që këto mund të jenë patjetër në ekonomi dhe patjetër që këta e kanë dorë. Te kjo pjesë që e ka liberalizuar futjen e parave në ekonomi, parave të pista. Absolutisht, kjo nuk do men.